Ja, unë veç për thëmë. Po I bëjt fola do dëve që për reklamuhin, apë din? Po. Shqyqir nuk ja ka dhonë zoti mu dhe shqisoj se për të kalë dhe ketë dhe për ketë. Në që këni e nëjë mërë. Që shje big? Mirë, ti që Je big nona, big mama. Të dy. Big që shije. Mirë, falim. E kumet Big Baba atë? Big Baba më ra paskene. Big Baba më ra paskene. Po I pasha zoti mu bazua, dinëm Big Mam, me shku tekst, banes del. Konga duhet tjetë 3 sahat. Edhe me do iPhone-a ke për selfie, se veç një nuk e nëzanë, se nëzanë veç. Jo se, ka bo dhe kjo operacione plastike? Ko është plastike? Pa që ka nevoj tjera operacione plastike? Që I ka fri buz, ti ka... Prit, kom bë operacione, ama une nuk I kom shtu. Ama? Unë I kom smoklu. Si a dhojshë e kësojnat pak. Po I kom rrujt se Jo kërë më I jek smoklova mi vënoj që të këngëtore që kam bo, që jenë fryje. Krejt prej qitu e kanë morë materiali. Ska qenë një të to di që materiali bigit. Jo vetëm të këto, po edhe ke këto për ke unë kanë marrë. Pse I fryshe ti bush, qa kishe nevoj? E, të kalë zë drejtën? Ja, mësë më kalë zë, pse I fryshe, urna? Të kalë zë drejtën, a ti pse I fryva? E, unë hinë në tripa tash hajde. Pse, kryt po bëjnë, pendjen tash, pendjen. Pendje, po më ka ramu, ma se kam. A ti ka mërma me shpak që ti ka mërma me shpak? Ka vetë një cofë e vogël, se unë I kom pate vetë natyrale, edhe kot, shkova kej doktori, thash, frymi edhe une, mos për jes mangit. I fryva, kur e pash vete, kur e pash vete si travestit, që u bona, muaj ftyra, ka pa doktorin, kur dëm heket kjo buza se të vitë dhe të bësë. Tha, 6 muaj depresisht, dal nga dal më ran vete, shqyqyr zotit e kom bo. Po edhe ajo është luks qef, kush do ne ta bën, unë nuk e nuk them atë. Po mëre, po pse jetë që do ne? Unë bëra shaka për atë pjesën, normalisht për atë pjesën tjetër se ti se ke kompleks. Që do ne kompleks. Jo, I kom bë edhe buzët, kom bë edhe botox, krejt I kom bë mëre kur I kom sucej. Po mëre do ne kom bë. Edhe ti. Po I kom bë këtë këtu e s'ka këtë. Po vëlloj, I kom frye krejt. Ku I kiti këta? Kan? Këta. Këta I lashën shpe vëlloj se fëmija s'minalen. Kanë le. Ta non ti pëdel shpesh. Ja le këto, ja shkëve, ta shpi, javlo, vish. Vo, dje ja kum lojshin në panorë me e sa nipa. A ti jam të une? E shishku e të kësyje, hop. Ja vëlloj, këto për të kalzek sa qunë ginekologi. Se? Fëmija si t'lindin. Mene, hop, ja, luke. Big bre, vëlloj që në tim pilqen jo që je lirë. Pa. Jo lirë shtu për vitri që liruan sanë, për shtu e lirë, për mënej që shërren, a bëdën, I artiste ta, manë artiste. Absolutisht. Në kost, nuk mon staf, a bëdën, është për di e lirë. Edhe shtu bërë të kështa? Qysh? Edhe shtu kishtë jasja? Hajtë të usëm në dhe pak sa birë në lika. Hajde shkodin salon, hajde të këshyri krejt njeri, se ka gja fërti pas ke boda. Apo donë me më këshyrë? Unë edhe këtu, se kom problem. Se veç pak, të djallë, se ka kiri, e kështë për bjetë lega najsa. Big! A di që kur kemi qenë emisionin e saj, hej Bigu, pse se ke vazhdu emisionin vërtet? Ka qenë shumë I shikuar, një emision fantastik. Puna pse e ndërpreve emisionin I shkaku se unë përngulla për në Turqi. Në periudhën ku shkove në Turqi. Edhe u ktheva pak as kisha një periudhë jetës time ku kisha nevojë të jap përkushtim jetës private vetes time se unë prej moshës 3 kom qenë për televizione, në për mbrëmje, me këngë. Kështu që duheshta pak relaksohem edhe mendoj se hyna me një gjumë pak si të gjatë, edhe shoh se hey Big, çau të ndodh me ty, I është duk. Kështu që jam aktivizu sërisht. A, do të fillosh? Po, do të filloj edhe me emisionin, kësmet me shtator, po njerë primare për mua është muzika edhe kënga, me atë cilën e kam fillu. A di që e kemi shtri mihrin me Bigun? Ka qenë emisioni më I shikum ka qenë. Edhe kena shtri mihrin, kena fillu me gjveshme, I pakujen operacionet plastike. A qaj ka thonë e diroma kësoj? Po, qaj ka thonë? I ka thonë, mëre kum një për Big Mame, vesh pse ka ke Big. Po e vetë nga që jem rinë ato aty lartë. Ej, a I më tha mu me gjithëmen qenë ke Big. Po kur e pash edhe unë atë, thash unë e Big po se po edhe ti ko qa Big koke. Jo, ko qa Big po më doket për shok to, na em. Ja të qërtu burin, të ka burin. A, të këm thonë për të ka, a I kom të I po. Big. Mirë, kjo është, a ka tha një regjisor, sa bukur e ka thanë, KPG-u kur tha, kjo është e vetëmja Big këngëtare, edhe në dukje edhe në këngë që këndon këngë të lehta. Po, shumë bukur e ka thanë. Po, është vërtet. Big. Haja. Qa pesiqon kështu? U mytu më këshyrë kënej, u mytu. Marove. A pilak bona? Jep, që shtjem kon 72 të vetën e për A vetje kon, a? E qka u botën?
Çka votën e? I kalon shpi. Jo, pasha. Ja kanë sos. Jo. Ja kanë sos mia të ta bë. Patunik me burrën e roshën therra, po shpërtheva. Mirë, ato i pas ke lënë të shtëpia, se fëmijat i kanë, e këto ku i ke lënë? Ne, më shqiptarë vi e fryrë mrapa, këtu fryrë hi mrena. Po qëre, është mirë me pas që të, gëmue, shi që të ti i kije. So në pisho plot, të në herë mëre, se për selfie një që në po bënë laf. Selfie është i mirë, tash, a bëden që të lezeqëm. Tash se del e posh një selfie. Qëta, që ko. Jo, selfie belfie. Selfie bëfije. Qysh? Selfie bëfije. Qiraj. A dojna me pyet bashkë Bigun këngë të reja, i ka bo shumë interesant, po Bigu me këngën e fundit ku keni përdorë dhe kallashe, pse i keni përdorë ato? Po, shif, asaj trupit tim edhe natyrës time i njante Gulinovi ta kenë aty. Po prandaj, pse kallash, ja Gulinov, ja mitralose. Po ato i gjetëm shpejt edhe hajt. Me bes kallashe, da? Po. Me temina, zemër me shur me temina, ku ka po sirush, me temina, zemër me shur me temina, ku ka po sirush. Bravo, me telina, që të telina. Ej, a beson se kërë kemi bë këngën, nëse këngën e ka realizu Besi atje në Shqipëri, krejt ka qenej organizator, edhe ma qonë tekstin e këngën, realitet njerë vetëm e ndigjova se në mirë shavesh. Unë e mirë shavesh me të mira. Thasha ki tekst o bes me të mira, me të mira. Me të majra me konë, majri shkam, paske me të majra. Edhe më thot Besi me Temina, thash qa burë Temina. Temina edhe unë për herë pare mora vesh, me Temina qenë ka me Dzidza. A me Dzidza? Me Dzidza, me Gurrës, Si me ato. Temjana. Me Temjana, po, me Temjana, me Temina. Uja, ja! Vëtaj. Vëtaj. Gjibon vëtaj? Ku që me gjipa që të? Mos e të lëvejt punën. Valla bre keni një gjuhë interesant. Shumë të mirë. Valla të mire kena. Dialekt, pjesë dialekti. Dialekt, unë mendoj se dialekti më i bukur i Tetovarçës edhe mas mirë ti shkon këngëve. Ja, po. Këngëve dialekti Tetovarçës. Tash nuk du të po vokaliste ama kur këndosh Te na shkon nga 3 minuta me të këty në 5. A ke po që ka na e marrim nusën me kerre me... Me kerre me kije, me kerre me qëtë qomës. Me qëtë qamilës. me rabe marrim. Me rab. Unë e përshkoj, se Ku kim përshkon? garante dhe pyetje tjera, këthefti që tu se flekte lakta, përshkoj, se kam ishin mi puna, pse fëmija, se ne... A po, a? Se a haleje të i mojtë, a? Pa. Bek, në mollë shtypit, shkrimit, në mollë shtypit, në bëve shkrimit. Hajtë bik ma mashini për shmira. Hajtë shkrimit për shmira. Interesante. E me Gason? Me Gasën, po, Gasën dhe ta përshëndes edhe pse sot e këndova vetë pa Gasën këngën, me Gasën nuk jam njoft. Gasëja është një djalë nga Gjilani i cili jeton në Zvicër, për momentin është në Zvicër, prandaj nuk është këtu. Ka dash të bën një këngë, e kemi një shok për bashkët, e thirr atë, du me Bigun bëj një këngë. Po, edhe vendosëm e bënëm këngën bashkë, e bëm videoklipin, e realizum, pa ashtu do të faleminderojmë se edhe kam thënë disa herë dhe shumë herë do të them, prej atij bashkëpunimit mu më mushtu edhe një mik tjetër shtëpie. Gasëja është bë një pjesë e jetës time, është bë një pjesë, si them, familjes, një shok, cilën çdo ditë e kam patjetër të raportoj se ç'a bëna, ç'a s'bëna, si kalon. Kështu që kam fituar një mik shumë besnik. Një mik. Një mik shumë besnik. Se këto gazeta ta përshkruan, ta Po, gjetën, ta qitën. Gazetat në fillim nuk e njihnin Gasën e edhe bën një etiketë dhe me Big Mama shumë Valentinit e feston me atë. Pile mora thash demantoj, thash nuk e demantoj se do del këngë ta kuptojmë vetëm ose ç'është, është vërtet ajo. Bigu, ishte shumë bukur që të kishim sonte në spektaklin. U kry kaqa. Edhe na ke sjell edhe këngë dhe ritëm edhe hare, Bigu poliperformante gjithherë. Po se do ta japim fjalën për këngë, përsëri do ta këndosh. Patjetër, me gjithë qef ka marrë këtu pse mos këndoj. Ishte kënaqësi që të kishim këtu. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. A e di që do skena shumë? Nuk e di. A e di që në këto vite skena s'ban pa ty? E di se
Unë ju du shumë, unë e di se